Tashmë mbi 30.000 nënshkrime të mbledhura nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ende nuk kanë shkuar në adresën e duhur në kryesinë e kuvendit. AK akuzon LDK-n dhe vetvendosin për mospërkrahje në rrëzimin e qeverisë. LDK hesht ndërsa VV nuk beson në AK-n. Për këtë dështim ka një shpjegim shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini. Për shkak se nuk po shohim vullnet dy partive tjera në opozitë që të procedojnë me shkarkim të qeverisë. Nuk po shohim vullnet në kuvend që shkohet me shkarkim të qeverisë, më tepër ka vullnet që të shpërbëhet kuvendi. Sipas Gjinit, janë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje që nuk kanë shprehur vullnet për të rrëzuar qeverinë. A kanë faj, as kanë faj e vlerësoni ju, mirë po nuk përkrahin mocionin e Aleancës për shkarkim të qeverisë. Për shefin e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës, Visar Jumerin, rrëzimi i qeverisë duhet të bëhet kur partitë opozitare të jenë të bashkuara. E sa për peticionin e AK-s, Visar Jumeri thot për Kosova Press se nuk besojnë në sinqeritetin e tyre për rrëzimin e qeverisë. Ndërkohë që për sa i përket nismës Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ne u kemi thënë atyre disa herë që edhe nuk besojmë në sinqeritetin e tyre si subjekt, duke u bazuar në historikun e vonë që ata e kanë në shërbim të qeverisë, por edhe mendojmë që një çështje e tillë duhet jetë iniciative opozitës e jo iniciative ndonjë grupi për përtativën e çfarë interese. Pra në këtë drejtim konsiderojmë që arsyet se përzohet qeveria janë shumë më të rëndësishme se sa momenti kur po bëhet ajo. Ndërsa analisti politik Ardian Arifaj ka thënë për Kosova Press se partitë opozitare nuk mund të koordinohen mes vete për shkak të përçarjeve të mëdha që kanë. Janë disa momente të rëndësishme që duhet të trajtohen ndarës. E para është përçarja që ka ekzistuar në partitë opozitare në Kosovë, të cilat kanë pas rivalitet me njëra tjetrën më shumë se sa dhe me partitë faktikisht janë në pushtet. Edhe ky rivalitet nuk i ka lejuar asnjëherë që të bashkërendojnë veprimet e veta si opozitë dhe të veprojnë në disa momente si opozitë e bashkuar dhe si kundërshtare e koalicionit qeverisës. Kjo po del në pah edhe këtë herë kur partitë opozitare nuk mund të bashkërendojnë veprimet e veta për zgjedhjet ose datën e zgjedhjeve ose çfarë do pyetje që shtrohet para tyre. Arifaj ka thënë se liderët e partive duhet të punojnë më shumë me qytetarët se sa të merren me atë se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm, me që sipas tij janë votuesit ata që e përcaktojnë një gjë të tillë. Momenti tjetër i rëndësishëm është që të gjitha partitë opozitare duhet të kenë kujdes që më shumë se në kuvend në këtë vit i drejtohen drejt për drejt qytetarit votuesit të Kosovës, sepse ai do të jetë adresa që do të vendos se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm, kush do të jetë fitues në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Në zgjedhjet komunale të nëntorit kaluam pam që votuesi i Kosovës është shumë i vëmendshëm edhe di të çmoj ofertat, por dhe të dënoj mungesën e ofertave dhe vizionit. Kjo është edhe ajo që i mungon sot opozitës Kosovë, pra një vizion, një ofertë bindëse për të ardhmen e Kosovës, edhe kjo duhet të jetë pika kryesore që shqetëson opozitën sot në Kosovë, e jo gara se kush do të dëshmohet më shumë në kuvendin e Kosovës. Ndryshe, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj disa herë ka përsëritur se qeveria do të rrëzohet e jo të shkohet me shpërbërje të kuvendit, me që sipas tij duhet të ndëshkohet këtë qeverisja që ka ndodhur për këto 7 vite të qeverisjes së udhëhequr nga Hashim Thaçi.